Nisën Kresha dhe Juli, çojmë kush është më i shpejt. Loja e radhës. Të dy garusit ta shohim se kush do të luajë nga ekipi i Prishtinës dhe Tiranës, cil do të jenë garuesit e kësaj loje. Juli për Tiranën. Qa Juli, veç Julia, këta dy, qka, jonë statista të Alergji. Këta i kini marrë të, qka, s'ka kry shkolla, qka punë e të. Juli është garus me i shpejt nga ekipi i Prishtinës. Kush do të luajë këtë për erën në gojës time, pastaj me këtë. Më falë, a i Prishtinës e kini qujtë. Falë, lejot mi prejkë me dorë këshu? A e no, ba? Po, lejo. Hajde, me provoj, s'ka lidhje, hajde. Kresha dhe Juli. E, më falë. Julian, unë fajtona me humbin halo pa Mas kësaj do puthemi në buzë. Ja. Nas një mini... A salamin do të hajë, këto të dy. Kjo loj ka 10 pik. A mundu mi përdur durt apo... Gjithçka gati, mund të filloni kur të doni. Kresha dhe Juli. Mund të filloni me njerë. Okej, dhe ebna një... 3, 4 tash. Nisën Kresha dhe Juli, çojmë kush është më i shpejt. Momentalisht është Juli. Juli fitues i garës. Fitues është Juli. Hajde. Shumë i shpejt Juli. Hajde qeras me pak salam. Rekord Juli, shumë shpejt e përmëndoj këtë garë. I fitoj 10 pik për Tiranën. Bravo Juli. Ja unë fitoj asbor. Nuk luj mo. Shumë bukur Juli. Ta shojmë në njerë se cila është sfida e radhës. Shikoj, Kastraveci si ishte i keq. Salami Kastraveci.